Pjesët motorike janë zemra mekanike e makinës. Motori një makine është një sistem kompleks ku çdo pjesë ka një rol jetik. Funksionimi i saktë, jetëgjatësia dhe performanca e automjetit varen drejt për drejt nga cilësia e pjesëve motorike. Më poshtë po ndalemi te komponentët kryesor dhe rëndësia e tyre, si dhe markat më të besueshme në treg. Kolodoku. Kolodoku shërben si ndërmjetës midis boshtit dhe bllokut të motorit, duke reduktuar fërkimin dhe duke siguruar rrotullim të butë. Konsumimi i tij mund të çojë në dëmtime serioze të motorit. Marka e sugjeruar. Mahle. Boshti me gunga. Boshti me gunga kontrollon hapjen dhe mbylljen e valvulave dhe ndikon drejt për drejt në fuqinë dhe eficiencën e motorit. Saktësia këtu është kritike. Marka e sugjeruar. IA. Rripi i motorit ose zinxhiri i motorit. Këto pjesë sinkronizojnë lëvizjen midis boshtit me gunga dhe boshtit të motorit. Rripi kërkon ndërim periodik ndërsa zinxhiri ka jetë më të gjatë por kërkon cilësi të lartë. Marka e sugjeruar. Continental. Fashot. Fashot sigurojnë kompresionin brenda cilindrit dhe parandalojnë kalimin e vajit në dhomën e djegjes. Cilësia e tyre ndikon drejt për drejt në konsum dhe fuqi. Marka e sugjeruar. Mahle. Pistonat. Pistonat përballojnë temperatura dhe presione ekstreme. Materiali dhe përpunimi i tyre janë vendimtar për qëndrueshmërinë e motorit. Marka e sugjeruar. Mahle. Valvulat. Valvulat rregullojnë hyrjen e ajrit dhe daljen e gazeve. Një valvulë dobët ndikon në humbje fuqie dhe konsum të lartë karburanti. Marka e sugjeruar. TRV. Gota valvulash. Gota valvulash ndihmojnë në transmetimin e lëvizjes nga boshti me gungat e valvulat, duke ruajtur tolerancat e sakta mekanike. Marka e sugjeruar. IA. Përfundim. Investimi në pjesë motorike cilësore nuk është luks, por domosdoshmëri. Markat e njohura ofrojnë siguri, jetëgjatësi dhe performancë më të lartë, duke ulur rrezikun e defekteve të kushtueshme. Një motor i mirëmbajtur me pjesë cilësore është garanci për një makinë të besueshme. Bëni subscribe për më shumë video. Faleminderit.